Nëse je në një lidhje me një person që ka BPD ose çrregullim kufitari personalitetit, është një eksperiencë shumë e vështirë për ty, sepse këta persona pothuajse gjithmonë të lënë atë ndjesinë sikur nëse është vajzë, sikur i lidhur me një kuçk, sepse shumë simptoma të BPD-s ngjajnë me sjellje tipike të dikujt i cili përfshihet në aktivitet me risk të lartë seksual. Por ama mund të jetë vetëm BPD dhe s'ka lidhje fare me atë termin tjetër që përdoret në mënyrë popullore. Kështu që sot do të shohim se çfarë është BPD-ja, do të shohim se si nuk ja vlen që sakrifikosh lidhjen tënde vetëm e vetëm sepse një person me cilin po kalon jetën mund të ketë çrregullim kufitar personaliteti, i cili ndër të tjera është i vetmi çrregullim i cili shkon në remision, pra shërohet, trajtohet nga gjitha çrregullimet mendore që ekzistojnë. Çrregullimi kufitar është i vetmi që gëzon një reputacion të mirë, sepse ndreqet brenda një viti ka 35% gradë shërimi dhe brenda 10 vitesh ka 95% gradë shërimi. Kështu që është gabim t'i japësh fund lidhjes tënde thjesht për shkak të kësaj. Çfarë do të bëjmë sot? Sot do të shohim pra pikërisht këtë, bazat e çrregullimit kufitar të personalitetit. Do të shohim edhe disa principe që kanë ndihmuar shumë veta për ta kaluar me sukses këtë fazë. Gjithashtu, ju lajmëroj ose ju paralajmëroj se kjo video nuk mund të përdoret nga ju, nga ti, për të vetë diagnostikuar me BPD, sepse ka profesionistat licencuar që merren eksaktësisht me këtë punë. Pra, gjëja fundit që mund të bësh me këtë video është ta përdorësh për të vetë diagnostikuar veten. Kjo është vetëm për qëllime edukative, argëtuese, për kulturë të përgjithshme, për të kuptuar se çfarë është BPD-ja. Madje sugjerimi im shtrihet edhe me gjërë, që për asgjë në internet nuk duhet t'i besoni atyre që nuk janë profesionistë të fushës. Kështu që aq më pak të besoni një të panjohur që po flet me një shkop dhe një copë plastike. Kështu që me shpresën se u kuptuam për këtë pjesë, le të zbavitemi pak. Tani, tipari kryesor i një personi me çrregullim kufitar të personalitetit është vuajtja emocionale. Nëse një person që nuk ka BPD, pra që është normal, i thua diçka acaruese, diçka inatosëse, diçka zemruese, ati do t'i duhen diku tek 15-30 sekonda që nëse më thua ti diçka mua thyese ose diçka zemruese, mua do më duhen 15 ose 30 sekonda që të nxehem. Okej? Dhe pastaj një herë që nxehem, do rri 20 minuta, 30 minuta i mërzitur, dhe pastaj ajo ndjesia mërzisë do filloj të shuhet, të fiket dal nga dal. Tani tek personat me BPD kjo nuk ndodh. Ata janë eksaktësisht nxehen shpejt, pra nuk ju duhen 15 sekonda për të nxehur, po u duhet 1 sekondë ose 2, dhe ajo tjetra që është më sfilitse është fakti se kjo nxehje pastaj nuk është se kalon për një gjysmë ore, ose për 2 orë, ose për 3 orë. Nga një herë duhen 24 orë që të largohet. Pra nuk janë persona që nxehen shpejt dhe ftohen shpejt. Janë personat që nxehen shpejt dhe ftohen shumë ngadalë. Dhe kjo është pjesa e vuajtjes më të madhe. Pjesa tjetër është se emocionet e personave me BPD, emocionet i ndjejnë shumë herë më fort, 10 fish më fort se sa personat normal. Dhe këto e tregojnë eksperimentet me skanim të trurit me MRI, pra me rezonancë. Kështu që sepse amigdala e tyre është më e vogël, ndryshe nga e personit neurotipik. Kështu që çfarë ndodh? Kur kanë emocione, këta njerëz, sidomos emocione negative, i ndjejnë më të fort, pra kanë një djegë më të madhe të brendshme. Okej? Dhe kjo është problem shumë i madh për ta, sepse duke patur djegje më të madhe, një nxehje më të shpejtë, edhe kohë zgjatje që qëndron më shumë, atëherë këta persona kanë shumë probleme të vështira me menaxhimin e emocioneve të tyre, sepse është e vështirë të jetosh një jetë që është tërë kohës duke luftuar apo duke u përpëlitur me emocionet negative.
Kështu që është një eksperiment madje që më pëlqen shumë që është bërë mbi persona me BPD, ku audienca u nda në 2 grupe, ishin këta që ishin neurotipik, pra normal, dhe këta që kishin BPD në një han, dhe u shfaq përpara tyre një fytyrë e cila në fillim ishte e lumtur, pastaj dal nga dal bëhej neutrale, dhe nga neutrale pastaj bëhej nevrike, e inatosur, e egër. Dhe ç'a ndodhi? Kur fytyra ishte nga e lumtur dhe vinte bëhej normale përpara se të bëhej e zemëruar, personat që ishin neurotipik, kur shprehja e fytyrës ishte në gjysmë, 50%, pra ata nuk dinin të thonin nëse personi është i lumtur apo i zemëruar, sepse fytyra ishte në gjendje 50-50 dhe me drejt ata nuk e përcaktonin dot. Ndërsa tek personat me BPD, që kur lumturia, pra që kur fytyra nga këtu e lumtur, që kur fytyra ra në 70% e lumtur, personat me BPD e interpretuan këtë si kur ky është i pakënaqur. Pra, ç'a do të thotë ky eksperiment? Do të thotë se kur je duke jetuar me një person që ka çrregullim kufitar personaliteti, nëse je 70% i lumtur, ata do ta perceptojnë sikur je 30% i pakënaqur. Pra, sepse ata janë të prirur, kanë këtë anshmërinë për të perceptuar shumë shpejt këtë luhatjen, këtë rënjen sa do të vogël në lumturinë e tjetrit, dhe do ta shohim sepse e bëjnë këtë sjellje. Kështu që imagjino të jetosh pra me njerëz që nuk shohin faktin që ti je 70% i kënaqur, i lumtur, por shohin sepse ti je 30% i pakënaqur. Ose për shembull, një person neurotipik ose një person që nuk ka BPD normal, nëse ekzistojnë njerëzit normal, kur pas një ndarjeje me partnerin, kalon një periudhë caktuar dhe e marrin veten, e rifitojnë atë normalitetin në jetën e tyre të përditshme. Kurse një person me BPD jo. Këta vuajnë shumë më gjatë dhe shumë herë më shumë për ta marrë veten pas një lidhje, pas një break-up, sepse thellësia, intensiteti, shpejtësia dhe kozgjatja e emocioneve tyre është shumë herë më e gjatë se norma. Kjo pra na çon në përfundimin se një veçori tipike e personave me BPD është vuajtja emocionale. Tipari i dytë kryesor i BPD-s është një ndjenjë shumë e brisht e vetvetes. Ç'a do të thotë një ndjenjë shumë e brisht e vetvetes? Nëse unë kam një opinion për veten time, çfarëdo që të më thonë të tjerët, ky opinioni që kam krijuar unë për veten time më shërben si mburoj. Për shembull, nëse unë jam në supermarket edhe pa dashje kalova radhën tek arka dhe arktarja më thotë mos u tregoj pasjellshëm, ose pse bësh i pasjellshëm, ose është mungesë edukate të kalosh radhën pa leje, atëherë normalisht që ky mendim i saj nuk përcakton karakterin tim. Okej? Unë e di se kush jam, unë e mbaj mend historikun e karakterit tim, unë e di se çfarë kam bërë në jetën time, gjërat e mira që kam bërë, dështimet e mia, të mirat e mia që kam bërë, pra kontributet e mia, shoqërinë time, e di se jam një njeri i mirë thelbësisht, jo i përsosur, por as i keq. Kupton? Dhe ky lloj mendimi ky lloj opinioni që kam krijuar për veten time, shërben si mburoj. Më kupton? Mund të jem në autobus dhe dikush aty mund të më sulmoj, mund të më thojë gjëra të tipit pse nuk qohu legen lëshoja vendin asaj zonjës moshuar, për shembull. Mund ta thot dikush. Okej? Tani unë di se ky është mendimi i tij për mua dhe kjo është opinioni që unë kam për veten. Dhe këto dy gjëra nuk i njësoj me njëra tjetrën. Okej, kjo është ajo që do të thotë të kesh një mendim për veten. E njëjta gjë vlen edhe kur dikush thotë, si ty s'kam parë, ti je gjeni, ti je jashtëzakonshëm, ti je mesia, ti je dritë, ti je... Kur kam një opinion për veten time, nuk i besoj as këto.
sepse e di se janë egzagjerime dhe nuk lejoj që opinioni që kam krijuar për veten time të mjegullohet nga këto sinjale që vijnë nga jashtë. Kjo është çfarë do thotë të kesh një ndjenjë të vetvetes, pra të kesh një opinion, një spirancë të brendshme për veten tënde, kesh një ankorim, ke një mol të brendshëm ku anija e opinionit për veten tënde është gjithmonë e ankoruar nga brenda. Tani persona me BPD, çrregullim kufitar personaliteti, nuk e kanë këtë, e kanë shumë të brisht. Personat me BPD, kur mungon, ç'a ndodh pra kur mungon kjo spirancë? Kur ty të mungon një vend ankorimi i brendshëm për të patur një opinion me veten, çfarë bën? Anija që nuk ka mol, ku ankorohet? E hedh spirancën, ku e hedh? Te anija tjetër. Spirancohet, ankorohet, duke mbështetur tek një anije tjetër. Pra, personat me BPD bazohen tek ose e ankorojnë opinionin e tyre tek mendimi që të tjerët kanë për ta. Dhe kështu me kohën, rregulli i tyre i brendshëm bëhet ky. Mënyra se si ndihem për veten varet nga mënyra se si më trajton ti sot. Okej? Pra, nëse të tjerët tregojnë për kujdesje ndaj meje, atëherë unë, pra, nëse do të kisha BPD, do të ndihesha me vlerë. Nëse përballem me zemrim, me kritika ose me shenja të vogla pa kënaqësie në çehrën e fytyrës së tjetrit, atëherë filloj të ndihem si njëri i keq ose i pavlerë. Në një marrëdhënie si përkthehet kjo. Nëse partneri është me BPD dhe unë zemrohen me të ose inatosem me të për një moment, ajo nuk e percepton sikur ky tipi është i inatosur me mua. Jo, ato e perceptojnë sikur ky inatoset me mua sepse unë s'kam vlerë. Okej? Sepse ndjenja që unë kisha për të bëhet opinioni që ajo ka për veten e saj. Okej? Nuk i ndajnë pra gjërat, sepse ajo nuk është se ka një ankorim të brendshëm dhe thotë unë jam kjo. Po ky ka këtë mendim për mua në këtë moment. Okej? Ato e marrin si sulm ekzistencial. Çdo lloj luhatje, humori tek të tjerët kundrejt tyre. Kështu që një krahasim i dobishëm për shembull janë adoleshentët, sepse gjithë adoleshentët janë pak që nuk e kanë të sensin e vetvetes të luhatur. Edhe kur je adoleshent, shpesh kur gjithë fillojnë të trajtojnë keq, normalisht fillon dhe ndihesh keq. Dhe kjo është pjesë normale e zhvillimit. Dhe të kesh dhe BPD-ja është faktikisht si ti jesh i bllokuar, i fiksuar, i penguar në atë fazë, sepse ky është mekanizmi kryesor që prodhon BPD-ja. Një gjë tjetër që ndodh, që buron nga ky sensi i brishtë i vetvetes është ndjenja e zbraztisë. Pra atërkohës personi me BPD nuk e di se kush është, nuk e di se çfarë do, sepse duke mos pas një ankorim të brendshëm nuk e di as se ku e ka stacioni, as ku do të mbrij, as ku është. E qartë, pra nëse i pyet një person me BPD dhe i thua ç'a don ti, kush je ti, çfarë don në jetë, maksimumi mund të thonë gjithçka që dua je ti. Biles nga një herë këta njerëz kur duan të ecin në jetë, të arrijnë një qëllim të caktuar, nuk e bëjnë për shkak të shijes apo misionit që kanë vënë vetes për të arritur atë. E bëjnë më tepër për të shmangur, për të ikur kësaj ndjesisë së vetmisë. Okej? Gjërat i bëjnë për të shmangur diçka, jo sepse duan të arrijnë diçka. Madje mund të preferojnë që të rikthehen tek një partner abuzues, thjesht për të evituar këtë ndjesinë e zbraztisë së brendshme kundrejt ndjenjes së vështirë të përballimit të vetmisë. Gjëja tjetër që ndodh, që buron nga mungesa e një veteje e një sensi të brishtë të vetvetes, është sjellja kameleone. Okej? Sepse nëse strategjia ime është që vlera ime varet nga ndjenja dhe mendimet që tjerët kanë për mua, atëherë logjikisht çfarë do të bëj unë? Cila do të jetë strategjia ime? Strategjia ime do të jetë do të bëhem ai person që ti dëshiron, 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 do të bëhem si kameleon,
Pra do të marrë formën e enës tërkohës. Okej? Dhe me që gara këtu është për të bërë sa më shumë vetat më pëlqejnë, këtu lind edhe ajo dyshimi i të qenit i të sjellurit si kuçk, sepse në disa raste, me qëra fjala me statistika 70% e femrave, e grave janë me BPD dhe 30% meshkuj, kështu që këto vitet e fundit kjo disbalanca ka filluar dhe të balancohet, shkoj drejt 50-50, po kontingjenti më i madh me BPD janë statistikisht, pra me burime zyrtare janë gratë. Kështu që nëse kjo është strategjia për të bërë sa më shumë njerëz që të më pëlqejnë, atëherë disa gra, disa vajza, jo gjitha, disa mund të rrezikojnë ose mund të zgjedhin të përfshihen në aktivitete me risk të lartë seksual, sepse nëse unë mund të përdor, si thua, hiret e mia për ta joshur dikë, atëherë për ta bërë të më pëlqejt, më jap dashuri kundrejt meje, atëherë kjo është një prej strategjive të kameleonit. Okej? Një gjë tjetër është që ato përpiqen që të reflektojnë gjithmonë pëlqimet e tua. Nëse ti thua më pëlqen gatimi, edhe ato thonë pëlqen gatimi. Nëse ti thua më pëlqen ti sistemoj gjërat me kavanoz qelçi, edhe ata do thonë ashtu. Nëse thua më pëlqen muzika metal, do thonë edhe ato më pëlqen metalarët. Por ç'a ndodh? Kjo vendosje maske për ata është thjesht sa për këtë pranimin fillestar. Okej? Dhe pas 2, 3, 4 muajsh mbajtja e kësaj maske bëhet e vështirë, sepse kërkon investim ta mbash tërkohës një fake persona që ke krijuar. Dhe pastaj lidhja fillon edhe degradohet, nuk ka më atë energjinë e fillimit. Dhe duke qenë se lidhja e humb atë fuqinë që kishte që në fillim, ç'a ndodh? Kyçet vetia e tretë thelbësore e personave me BPD, që është frika nga braktisja. Pra ty duket sigur ke gjetur dikë që ka të njëjtat interesa me ty, ka të njëjtat dëshira, ka të njëjtën botë si ti, por në fund do zgënjesh sepse pas 4-5 muajsh do marrësh vesh që ky njeri pas ka qenë komplet dikush tjetër dhe unë jam dashuruar me një person krejt tjetër. Dhe kjo pastaj aktivizon frikën nga braktisja që do ta shohim pastaj, pasi të shohim efektin e tretë që sjell mungesa ose pasja e një opinioni të brisht për veten tënde, që është disocimi, dhe disocimi është një rreth vicioz, sepse disocimi është një strategji për të shkëputur nga lodhja, nga sfilitja që jep ajo që tham fillim, pra vuajtja emocionale, nga që këta persona kanë intensitet dhe vuajtje të madhe emocionale, një strategji që zgjedhin është disocimi, pra e shuajnë botën e tyre të brendshme fare, spostohen nga bota e tyre e brendshme. Po sa më shumë, dhe këtu krijohet rrethi vicioz, sa më shumë të spostohesh nga bota jote e brendshme, pra të disociohesh, të shkëputesh, të distancohesh nga brendësia jote, aq më shumë rritet zbrastia. Kur rritet zbrastia, aq më shumë rritet shanset që ti të njohësh veten tënde, dhe sa më shumë ti nuk njeh veten tënde, aq më e thellë bëhet prap ndjenja e boshllëkut, pra zbrastia. Dhe sa më zbrazët të ndjesh, aq më shumë identiteti yt varet nga të tjerët. Okej? Dhe sa më shumë pastaj të varet identiteti yt nga të tjerët, aq më shumë rritet frika jote, pra frika një personi me BPD nga braktisja e të tjerëve. Një gjë tjetër me të cilën personat me BPD janë shumë të aftë është se ato kanë një nivel shumë të lartë sinkronizimi empatik. Pse? Sepse është mekanizëm i tyre i mbijetesës, sepse ata janë të stërvitur, janë ekspert në kapjen e luhatjeve të humorit tek të tjerët. Siç e tham te eksperimenti me fytyrën, ata arritën të kapnin një ndryshim 30% në çehrën e fytyrës tjetrit kur filloi të bëhej paknaqur, përpara se ata vetë ta kuptonin se kanë filluar të bëhen paknaqur. Pra ata mund të kuptojnë tek ti, një person me BPD mund të kuptojë tek ti luhatjet e humorit përpara se sa ti kuptosh te vetja. Kaq i thellë është sensi i tyre i empatisë. Pse? Sepse janë tërkohës duke skanuar
se çfarë po mendojnë të tjerët për mua, apo më vlerësojnë të tjerët, po më japin ndjenja të mira apo jo, dhe si kanë nivelet, si e kanë secili nivelin e vlerësimit që ka për mua. Janë tërkohës ka një super empati. Një pasojë tjetër thelbësore është sepse kanë nevojë tërkohës për të furnizuar me këtë vetë sigurinë që ua jep tjetri. Për shembull, një person me BPD mund të ketë partnerin e saj që i duhet shkoj një javë jashtë vendit për punë ose për çfarë do, edhe pse me logjikë dinë se ky person nuk i ka braktisur, ato janë tërkohës ndjen sikur të sfilitur, të depresionuar, në gjendje të keqe emocionale, në vuajtje. Pse? Sepse mungesa fizike e pranisë së këtij tjetrit i bën të ndjehen sikur janë në një jetë të boshtë, sikur ekzistenca e tyre është e kotë. I bën të ndjehen sikur janë në mungesë energjie, pra, sepse personi me BPD nuk është si një pajisje që ti e karikon me praninë tënde, me prezencën tënde dhe pastaj mund të vazhdosh jetën tënde. Jo. Ato janë si një pajisje që nuk u punojnë bateritë. Okej? Dhe një pajisje që nuk i punojnë bateritë e veta, duhet ta mbash gjithmonë në prizë për ta ushqyer me aprovimin që ajo kërkon prej teje, tërkohës, vazhdimisht. Pari treti një personi me BPD është frika nga braktisja. Okay? Frika nga braktisja tek person, pra siç e tham, frika nga braktisja thuhet se vjen, po të hapni literaturën, thuhet se vjen nga traumat e fëmirisë, por që trauma vetë nuk e shpjegon të gjithën. Ajo që e shpjegon më së miri është teoria e një Marshall Linehan, që është një psikolog shumë i famshëm, i cili është treguar i hapur edhe për veten e tij se ka pasur BPD. Dhe në fakt është kombinimi i dy faktorëve, përveç traumës së fëmirisë është një cenueshmëri neurologjike, pra, dhe një mjedis invalidues kur rritet fëmia. Pra, fëmia mund të ketë lindur me një cenueshmëri biologjike, që ka prirje për BPD, mirë po kur mjedisi familjar është validues, pra është i mirë, atëherë këto kombinohen dhe shuhet problemi biologjik. Ose e anasjellta, fëmia mund të mos ketë cenueshmëri biologjike, pra prirje biologjike për të pasur BPD, mirë po mjedisi invalidues familjar ku është rritur, atëherë mund t'ja agravoj, mund t'i krijoj BPD-n. Okej? Dhe rasti i tretë është kur fëmia ka edhe cenueshmëri biologjike, edhe ambienti familjar është invalidues, pra ka të dyja më të këqijat e të dyja botëve, dhe ky është rasti kur kemi BPD të theksuar. Okej? Pra kemi një tru që është shumë i ndjeshëm dhe një mjedis që nuk e pranon ose nuk i kupton emocionet e këtij lloji truri. Kështu që kjo është mënyra se si gjurmohet BPD-ja. Tani, si është përvoja e brendshme të një personi me BPD i cili ka frikë nga vetmia? Sepse shumë vetë mendojnë se këta persona kanë frikë të jenë vetëm. Nuk është se kanë frikë të jenë vetëm. Këta persona literalisht kanë frikë dhe janë tërkohës duke menduar se tjetri mezi po pret rastin që ti këti braktis. Okej? Pra, ka një bindje që herët avon njerëzit do largohen prej meje. Okej? Kjo është thelbi i frikës tyre. Madje ka njerëz që kanë qenë në lidhje prej 6 apo 7 vitesh, edhe partnerja me BPD u ka thënë që në 6 muajt e parë të lidhjes tonë ti ke qenë duke planifikuar se si të më braktisësh. Okej? Deri këtu shkon. Pra frika e tyre e braktisës është gjithmonë frikë sikur tjetri është duke pritur momentin për t'i braktisur. Kjo është kyçe për ta kuptuar se nga buron frika e braktisjes tek personat me BPD. Kështu që për ta çdo marrëdhënie bëhet sikur ti je duke ecur në një litar i tendosur në humner, okay? Sepse as nuk duhet të jepësh shumë, po as nuk duhet të tërhiqesh shumë. Okay? Dhe prandaj kjo krijon vuajtje akoma më tepër për personat me BPD, sepse nga njëra anë nuk jetojnë dot pa lidhje, pa u lidhur me dikë, sepse u duhet të
furnizojnë identitetin e tyre, dhe nga ana tjetër, kur janë në lidhje, lidhja vetë bëhet një torturë e jashtëzakonshme. Kështu që janë asmish as peshk. Dhe kjo të bën që të kesh empati për ta, të kesh pak dhimbshuri për ta, sepse është diçka që nuk po e bëjnë qëllimisht. Okej, është diçka që biologjia e trurit të tyre po i kurrëzon sillen në këtë mënyrë. Prandaj janë persona që nuk duhet ti fyeni ose nuk duhet ti trajtoni sikur janë të përdal ose sikur janë pa identitet ose e çfarë mos. Janë persona që kanë nevojë për ndihmë, kaq, asgjë më shumë. Gjëja tjetër që kanë kur vjen puna tek frika prej braktisës është që do fillojnë të bëjnë pak sjellje manipuluese, të bëjnë teste, të bëjnë provokime ndaj partnerit, sepse një person me BPD, nga që përgjatë jetës së saj mund të ketë kaluar në lidhje të ndryshme, 2, 1, 3, 4, 5, 7, s'ka rëndësi numri, dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ka patur këtë lidhjen intensive, po të paqëndrueshme, të mëpërparshme, okay? Dhe çfarë ndodh? Në trurin e saj krijohet një model parashikimi, që ki kujdes sepse kur lidhja bëhet e lumtur, do vi pa lumturia dhe personi do të braktisë. Dhe tani, nëse ti je aktualisht me dikë me BPD, sa po të keni një moment të lumtur, ata do fillojnë të ndihen keq dhe të bëhen, si thuash, të bëhen shumë melankolik dhe do fillojnë të mendojnë që kjo lidhje do ta ketë të gjatë, do vi një moment që do mërzitesh me mua, nuk është ashtu si që mendon ti, të gjitha lidhjet kanë një fund, e gjëra të tilla, sepse ato parashikojnë mbi bazën lidhjeve më përparshme se kështu do shkojë edhe kjo. Dhe tani ti çfarë ndodh? Ti do thuash, do fillosh të bësh sjellje ngushëlluese, do i thuash jo, po s'është e vërtet, unë të dua ty, unë të mbështes, unë do jem gjithmonë afër teje, unë do të kujdesem për ty. Të gjitha këto mesazhet ngushëlluese, garantuese, mbështetëse. Okej, dhe ajo do fillojë të vetrregullohet. Okej, do fillojë të vetrregullohet emocionalisht. Sepse në fund të fundit kjo është gjëja që ajo po kërkonte. Mirë, po në këtë moment kur ti bëre sjellje mbështetëse, ti more përsipër edhe detyrën e vetrregullimit të saj. Sepse ti duke bërë këtë lloj sjellje njerëzore mbështetëse, ajo e mori si sinjal që tani agenti ose personi përgjegjës për të më vetrregulluar mua emocionalisht je ti. Okej? Dhe kjo bëhet detyra e saj e brendshme, tani bëhet barr që do ta mbash ti mbi supe. Okej? Sepse personi me BPD ka shumë vështirësi për të vetrregulluar emocionalisht. Dhe tani do e përdor sa herë ajo të ketë nevojë partnerja, por kjo vlen edhe për partnerin, pra unë po them partnerja, po çdo gjë që kam thënë është simetrike, vlen edhe për partnerin. Ajo nga ky moment ajo do e përdor tani çdo situatë që ajo ka nevojë për vetrregullim, do të shtyjë ty, do të bëj të ndihesh keq, do të refuzoj, do të testoj, do të provokoj. Pse? Sepse do që ti të vish të bësh ato sjelljen mbështetëse që ajo të vetrregullohet. Pra, si thuash, ajo do të sillet keq kundrejt teje, sepse do që ti të vish edhe të bësh vetrregullimin e asaj, sepse ti e more përsipër. Tani ti je përgjegjës sepse ajo ndihet keq. Dhe ti ke marrë një barr përsipër, ke marrë një punë që përveç se duhet vetrregullosh veten, tani duhet vetrregullosh edhe atë. Okej? Kjo është problemi i madh që lind në marrëdhënie me një person me BPD. Dhe tani që bëhesh i vetëdijshëm për këtë sjellje, mund të ndërhysh që ta shohësh më qartë. Tani ke një hartë mendore të sjelljes së tjetrit më të plotë, ke një kuadër më të gjerë se si ta kuptosh tjetrin në lidhjen tënde. Sjelljet e tjera që bëjnë personat me BPD është sjelljen ekstreme, sepse duke qenë se kanë variacione ekstreme në emocionet e tyre, lidhja e tyre nuk është normale siç janë një çift normal që shohin një film, vendosin rrobat, rregullojnë vendet, bëjnë një riparim, bëjnë një gatim,
shtrihen bashk, bën një punë bashk, ja. Me personin me BPD çdo gjë është në ekstrem. Diçka përjetohet thellë në maksimum 72 orë bashk ngjitur trup për trup pa lëvizur nga vendi dhe pastaj fillon hapen portat e ferrit vetëm sepse ti vonove 17 sekonda që të ktheje një SMS mbrapsht. Okej? Kemi një lëkundje në ekstreme pra. Dhe kjo është diçka që personat me BPD e bëjnë vazhdimisht. Në momentin që ti do kërkosh pastaj që do vi një moment që do lodhesh me këto lëkundjet në ekstreme, do kërkosh të marrësh frym, sepse nuk mund ta durosh jetën në ekstreme, tërkohës i lumtur, i palumtur, i lumtur, i palumtur. Kështu që në këtë moment ti do kërkosh tikësh, do kërkosh distancë, e kupton? Dhe në momentin që ti kërkon distancë, aktivizohet frika nga braktisja. Dhe kur aktivizohet frika nga braktisja, asaj do t'i aktivizohen të gjithë llojet e mekanizmave manipulues që ajo do të bëj për të të kthyer ty mbrapsht. Okej? Gjëja tjetër është, efekti tjetër që kanë këto persona me BPD është splitting. Pra, këta persona kanë një tendencë për t'i ndarë njerëzit në engjëj dhe djaj. Pra, mund t'jetë në spital dhe mund thoj, doktori ishte shpirt njeriu, ishte i mirë, mu soll mirë, ishte shumë i dashur, ëmbël i mbut, kurse infermiera ishte djalli vet. Infermierja ishte djallëzore. Ajo vetëm priste për lekët. Ajo vetëm kur kishte interes. Ajo nuk ishte inat, ajo ishte djallëzore, kishte energji negative, ishte shtrig. Pra, i ndaj njerëzit në të mirë dhe të këqin kështu me thik, nuk ka një zonë të hirth. Dhe të njëjtën gjë bëjnë edhe me ty. Disa sjellje tuaja pra kanë këtë tendencën për të idealizuar dhe këtë tendencën për të djallëzuar gjërat, okay? Dhe të njëjtën sjellje bëjnë edhe me ty. Për shumë gjëra të idealizojnë dhe për shumë gjëra të djallëzojnë, okay? Dhe persona me BPD kanë këtë prirjen që përfundojnë gjithmonë me narcistët, sepse narcistët janë ata që po lëngojnë që të idealizohen, që të gjejnë dikë që t'i shoh si Zot, sepse narcizja të gjej dikë që ta shoh si Zot. E kupton, sepse nëse ke qoftë 1 miligram pa sigurie të vetja, edhe nëse nuk je narciz, dhe të vjen dikush që të idealizon, ti nuk mund të durosh dot pa e dashur këtë person. E kupton, sepse po të idealizon. Por pastaj ç'a ndodh? Pas idealizimit vjen kjo pjesa e demonizimit, e djallëzimit, okay? Dhe për ty bëhet si një addiction, bëhet si një bigjoz, sepse personi me BPD 70% rasteve të idealizon, 30% rasteve të demonizon. Mirë po, mënyra se si vinë këto, demonizim, idealizim, demonizim, idealizim, nuk është e rregullt, pra është si thua random reward schedule, që është përkufizimi i bigjozit, i addiction. Pra kur dopamina të vjen në mënyrë të paparashikueshme, pra është random, sepse të idealizon në mënyrë random. Dhe lidhja me një person me BPD për ty bëhet si addiction, bëhet droga jote, pra personi me BPD bëhet si drogë për ty që je në lidhje me të. Dhe ti arrin në një pikë që as nuk e do, por as nuk e lësho. Okej? Dhe kjo është akoma më kapitse se sa ecja në litar të ndosur mbi humner. Okej? Nuk është pra çështje se si mund të mbijetoj unë një manipuluesje ose një manipuluesi. Është çështje se si ta ndihmoj. Dhe një nga mënyrat që janë për ta ndihmuar është që nuk duhet të dorëzohesh, okay? Sepse koha është në favorin tënd. Brenda një viti kjo gjëja rregullohet. O kupton, gati në 40%. Brenda 10 viteve largohet fare, shuhet fare. Dhe koha është në favorin tënd edhe për një arsye tjetër, sepse vetë truri duke kaluar koha, duke kaluar vitet, piqet, pra e shuan vetë BPD-n. Është si thua vetë biologjia njerëzore, vetë kalimi, rrjedha e kohës e shëron këtë lloj çrregullimi. Prandaj them që koha është në favorin tënd. E dyta është vendos kufi, po vendosi me
me dashuri, jo në mënyrë të beft. Pra nëse je në punë dhe ajo të thot pse nuk më kthen përgjigje, nuk mund t'i thuash, më le rehat, kam punën time, kam jetën time, sepse po i the ashtu, ajo do aktivizohet instinkti, ajo si thua frika e braktisjes. Por nëse i thua me dëmshuri që shiko, zemër nuk mund ta përballoja që të shpërqendrohesh në atë moment, ose të thuash diçka që ka sens, por mënyra se si e thua duhet jetë e butë dhe me dashuri, që ata të mos perceptojnë atë luhatjen e humorit tek ti, që ta interpretojnë pastaj unë jam person që nuk vlej për atë dhe ai po planifikon shkputjen nga unë braktisjen time. Gjëja tjetër është që duhet kesh stabilitet emocional për veten tënde, sepse të thash, personi me BPD bëhet gjithmonë pasqyra jote. Okej, dhe kur ti ke qëndrueshmëri emocionale, as nuk tërbohesh shumë, as nuk harlisesh shumë, pra është një frazë e shenjtë që thot mos u gëzoj gëzuar, mos u hidheroj hidheruar. Pra, as mos u gëzo shumë kur ke raste edhe momente për të gëzuar shumë, por as mos u hidhero shumë kur ke momente kur duhet të shqetësohesh shumë. Duhet ruash një konstante pra midis këtyre dyjave që të projektosh tek personi tjetër qëndrueshmërinë emocionale, stabilitetin. Gjëja tjetër është ajo që Lene Han, që ka krijuar ai psikologu që përmenda më lart, që ka krijuar këtë terapinë dialectic behavior therapy, okay? Që është një lloj terapie që bëhet, u a thon specialistat të, s'kam nevojë t'u a them unë, që bëhet që ndiqet për të përmirësuar sjelljen e një personi me BPD. Kështu që gjëja që duhet të mbash mend është se edhe personat pra me BPD janë qenie njerëzore, janë qenie që meritojnë gjithashtu dashuri, stabilitet, si çdo person tjetër. Mund të bëjnë sjellje që të thash që mund të duken sjellje apo aktivitete tipike të personave të cilët duan të përfshihen në sjellje me risk të lartë seksual, por shanset janë se kjo vjen vetëm nga çrregullimi, okay? Shanset janë që kjo vjen vetëm nga çrregullimi dhe vetëm pak, shumë pak prej tyre përfshihen në këtë lloj sjelljesh. Shumica të lënë përshtypjen sikur përfshihen në këtë lloj sjelljesh, por nuk përfshihen realisht. Dhe lajmi mirë është se kjo është diçka e ndreqshme. Okej? BPD-ja është diçka e ndreqshme. Okej?